Rreth një muaj e gjysmë nga vazhdimi i fundit i seancës konstituive, deputetët e legjislaturës së 9 do të mblidhen të premten. Por në orën e 10, kuvendi ka caktuar takimin me një pikë të vetme të rendit të ditës, atë për zgjedhjen e nënkryetarit nga radhët e komunitetit serb. Tentativa e radhës për konstituim të legjislaturës do të bëhet pas publikimit të aktgjykimit të plotë të gjykatës kushtetuese në kërkesën e listës serbe që kontestoi konstituimin pas zgjedhjen e nënkryetarit të propozuar nga kjo parti. Ish shefja e grupit parlamentar të lëvizjes Vetëvendosje Mimoza Kusari Lila shprehu pritjen që seanca e nisur 6 muaj më parë të përmbyllet të premten. Ajo tha se vetëvendosja ka votë për Nenad Rashiqin, por jo edhe për ndonjë nga deputetët e listës serbe. Është interes edhe të komunitetit serb në Republikën e Kosovës që të kenë zotin Rashiq në kryetar të kuvendit, në të kryhet ky proces i konstituimit i filluar me 15 prill dhe të fillojë përgatitjet gjithsesi rrjedhja afateve për votimin e qeverisë. Kjo është e rëndësishme dhe unë jam e bindur që edhe ai e ka parasysh dhe ka interesin në Republikës Kosovës. Por Rashiq, i cili është deputet i Partisë për Liri, Drejtësi dhe Mbijetesë, i ka thënë kohës se në leximin që i ka bërë aktgjykimit nuk ka parë hapësirë kandidimi për nënkryetar të kuvendit. Nuk ka lënë hapësirë tjetër, përveç se listës serbe i takon e drejta e propozimit. Nëse e kam lexuar mirë, nuk e shoh jo vetëm të arsyeshme, po as brenda ligjit të aktgjykimit që e kam të drejtën e kandidimit. Sot ose sonte do të flas me shokët e mi që e din kushtetutën më mirë se unë. Hulumtuesi i Institutit Demokratik të Kosovës Eugen Cakolli thot se Rashiqit mund t'i vi mundësia që të votohet për nënkryetar në rast se në këtë proces dështojnë të marrin votat e nevojshme deputetët nga lista serbe. Në rast asnjë prej tyre nuk i merr 61 vota, unë pres që lista serbe të refuzoj që ta propozoj Nenad Rashiqin si kandidat për nënkryetar të kuvendit dhe që pastaj në këtë situatë do të hyjë në funksion sërish mekanizmi deblokues i shortit që do të administrohet nga kryetari i kuvendit dhe që i bie teknikisht vetëm Nenad Rashiq do të ketë mundësinë që të propozohet sepse të tjerët potencialisht do të mund të jenë konsumuar si kandidatura dhe pastaj ajo do të jetë unë besoj pika kryesore dhe pjesa më e rëndësishme e gjithë konstituimit kuvendit. Në rast se deputetët shqiptar nuk do ta votojnë kandidaturën e zotit Rashiq, nëse arrim në atë pikë gjithmonë, kjo nuk kupton se faji për mos konstituim do të bie tek partitë shqiptare dhe rrjedhimisht kuvendi do të konsiderohet se ka dështuar të konstituohet dhe që si pasojë të vetme logjike në këtë situatë do t'i kishim zgjedhjet e parakohshme parlamentare. Të mërkurën në aktgjykimin e plotë në rastin e ngritur nga lista serbe për konstituimin e kuvendit, kushtetuesja nuk ua ka lënë në dorë grupeve parlamentare apo komuniteteve që duke mos propozuar kandidat për nënkryetar ta mbajnë të bllokuar punën e organit legjislativ. Të ajntën janë bërë 8 muaj që nga mbajtja e zgjedhjeve të përgjithshme. Me zgjedhjen e nënkryetarit serb përmbyllet seanca konstituive e nisur më 15 prill dhe i hapet rruga procesit për formimin e qeverisë së re.